teleshikues, jemi rikthyer në emisionin Drithie në javën e 9. Mirë se erdhët. Kjo e martë përkon me një ngjarje të shënuar, pikërisht 27 janari, dita e kujtimit të Holokaustit. OKB-a në vitin 2005 e ka konsideruar atë ditë e kujtimeve, në vitin 2006 për kujtimi i të rënëve të Holokaustit. Regjimi nazist, ashtu si që është bërë i njohur nga dëshmitë atyre që mbetën gjallë dhe nga kërkimet shkencore në të gjithë botën, ka bërë një represion të papar për popullsinë hebrej, pasi ishin rreth 6 milion që ju nënshtruan torturave, vujtjeve, monstruoze, kampeve të përqendrimit. Por ajo që vjen të vlerësosh është sepse shqiptarët, populli ynë, për hir të traditës, të besës, të mirëpritjes, priti dhe mbajti në shtëpitë e tyre popullsinë nga hebrejt, duke rrezikuar dhe jetën e tyre. Pikërisht, kjo është vlera e shqiptarit që më vonë do ta pësonte nga një regjim tjetër mizor, regjim komunist, që u përhap në gjithë vendet e lindjes, e më gjerë dhe vuajtën nën efektin e të njëjtës torturë, kampeve të përqendrimit, mira njerëz në gjithë botën, pra 108 milion në të gjithë botën vuajtën nga një regjim i ngjashëm. Sonte në studio të emisionit Drithie janë dy njerëz krejt interesant. Ata shqiptar pra që kanë vuajtur në kampin e Auschwitzit. Pikërisht është Beqir Xhepa, që vuajti në kampet naziste dhe më pas do të vunte dhe nga regjimi komunist. Po ashtu, në studion tonë është Abdullah Krutani, që ka vuajtur në kampet e nazizmit në vitin 43-45. Pra një histori e dhimbshme në të dy kohë, gati të përkohshme, pikërisht pas nazizmit instalohet komunizmi në Shqipëri, që solli mira viteve burg. Përpara se ne të vazhdojmë dialogun me këta njerëz që kanë vuajtur në të dy kampet e internimit, qoftë ato nazist e komunist, le të ndjekim ne një insert nga kampi i Tepelenës. Lugina e madhe që duket sapo të lësh pas fshatin i Liras, nxjerr në plan të parë luginën e Vjosës dhe vargmalin për rreth, ku në qendër ze duket Tepelena, një nga qendrat e mëdha të qytetërimit dhe të qendrës shqiptare. Por rrugëtimi ynë ka si objeksion atë pjesë të errët të regjimit diktatorial, kampet e internimit të ndërtuar në këtë trev nga regjimi komunist. Me të mbritur në hyrje të qytetit të Tepelenës përballesh me Kalan dhe në të djathtë, del në pa ngrehina e kampit të përndjekurve politik. Pamja nga lartë duket si një planimetri, pasi gazermave u ka rënë qatia dhe grehinat shprehin qartë se ky vend ka shënuar vojtjet pafundme për të internuarit.
Jemi në qytetin e Tepelenës në kampin e ishtë burgosur politik, një kamp mizor i ndërtuar nga regjimi komunist. Në të vërtet, historia e këtij kampi fillon me godinat e ndërtuar nga Italia fashiste, poshtohesit. Por në vitin 45, regjimi komunist e përdori këtë për të internuar të përndjekurit politik nga e gjithë Shqipëria. Fakti rënqethës është sepse në këtë kamp kanë ardhur qindra fëmijë nga e gjithë Shqipëria në moshën nga 0 deri në moshën 17 vjeç. Madje edhe nëna e fëmijë kanë lindur këto. Pikërisht në këtë vend jemi mbi varret e të burgosure, që më vonë do t'i komentoj. Bashkë me ne janë 2 isht të burgosur politik. Si e mbani mend të kampin? Ky kamp ka qenë një kamp do më izolimi për gjithë Shqipërinë, sidomos për veriun, më shumë. Si e ke emrin ti? Feta Bariam Hamati. Kam qenë në këtë kamp 6 vjeç. Më pas në kalmana ka qenë në kamp Tiranës. Por këtu di një gjë që janë gjallë edhe sot, policët, një polic që është në Zhabokik, i tillë që i merin, i torturonin edhe i qonin për dru zjarin në benç, në plajnë, luginën lartë, i binin të ngarkuara me dru,